Po çfarë është paqja? Çfarë është paqja që ne duhet kemi dhe si mundet ne bëjmë paqe me Perëndin, me që ai e ka bërë paqen me ne? Si mundet ne ta kapërcejmë këtë dyshimin? Ka shumë dyshime. Del njëri thotë, "Ej, planeti është 100 milion vjeçar." Ti thua, "Unë kam 4000 vjet në Bibël nga fillimi." Si mundet ne ti pajtojmë këto gjëra me njëra tjetrën? Si mundet ne, është 4000 apo 4 milion vjeçar? Sa është? Po çën si ka? Unë them, çën si ka? Se në misterin e Perëndis, gjëra që ne nuk mund t'i kuptojmë, nuk mund t'i shpjegojmë, nuk mbahet hesap, sepse është tepër e thellë për kuptimin tonë. Tani vajza ime e vogël që shkoi me fëmijët, atje është 6 vjeç dhe kur vera mbaroi, këtë muaj, fillimin e këtij muaji, më thotë, "Kur vjen Krishtlindja?" Kur vjen Krishtlindja? Dhe babi dhe sa do, dhe ajo nuk e ka ende të qartë. Punën e sa janë 100 ditë apo s'janë. E I thash janë pak më shumë se 100 ditë në atë. Dhe pastaj më pyet nesmen, e thash 99 ditë, 98 ditë, e kështu me radhë, po më ka pyetur një 6 herë tani këtë muaj, se kur vjen Krishtlindja. Dhe doja të flisja pak për pemën e Krishtlindjes, se cila çuditërisht për një muaj nga viti zë vend në mes të shtëpive tona. Dhe nuk habit askënd. Ti hap një shtëpi, një pish është atje. Sa për jush e blejnë plastike pemën? Plastike, po? Kush nga ju shkon e pret vetë në pyll? Vetëm ai çuni atje, që s'flen natën, po. Kush e blen natyrale? Natyrale, kemi bler, po. Unë mund të ngre të dyja duart, herë plastike, herë natyrale, si mbas vaftit, siç na gjendet. Por natyrale apo plastike, pema e Krishtlindjes, është një pemë e vdekur. Është një pemë kulturore, po themi. Është e bukur, mua më pëlqen, mund të vësh dhuratat e poshtë, poçat, ta plesh për bore, ku diun se çfarë, pastaj ka dhe një garë prap Instagrami, kush e bën më të bukur, cila është moda e këtij viti, këtë radhë bardhë, njëherë roz, njëherë kështu, njëherë ashtu, po është një pemë e vdekur. Edhe kur është natyrale, është e prerë dhe qëndron aty. Nëse ajo do të çolte boçë të reja, pema e Krishtlindjes në shtëpinë tonë, do të ishte një mrekulli. Të rrisni mua, Top Channel, vinë bëjmë një kronik atje. Pema e Krishtlindjes bën boçë të reja, mbasi është prerë në pyll. Apo në mrekulli akoma më mirë, kur tjetë plastike të bëj boçë. Besimi ynë nuk duhet të jetë sa do I bukur nga jashtë e I zbukuruar si pema e Krishtlindjes. Duhet të jetë me rrënjë. Duhet të jetë I qëndrueshëm. Këtë është çfarë Perëndia kërkon. Thotë, vini besimin tuaj në mua. Ngulni rrënjët tuaj në mua. Atëherë nuk do të ketë asnjë habi nëse kjo pemë do të çel fryte. Po pema e Krishtlindjes nuk ka për ta bërë. Se mund duket e bukur nga jashtë, po siç u thash, është një pemë kulturore. Tek Romakët 8:6 thotë, në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Tani nëse ne duam t'i japim shpjegim të gjithë gjërave që ndodhin rreth nesh, të cilat nuk mund t'i shpjegojmë, atëherë jemi një mendje e kontrolluar nga mishi, e cila prodhon vdekje. Nëse ne duam ta kuptojmë thellësinë e misterit Perëndis, nëse ne revoltohemi sinqerisht me Zotin edhe e braktisim si disa e kanë bërë besimin, sepse themi, hej shiko, ky nuk mund tjetë, sepse shiko sa keq atje. Ra një tsunami, 150.000 vetë, vdiqën në gjumë. Nëse ne mundohemi që përmes mishit, përmes mendjes, përmes kuptimit ton njerëzor, të arrim shpjegimin e misterit hynor, atëherë jemi duke menduar në mish. Vetëm kur jemi të kontrolluar nga fryma, prodhojmë jetë dhe paqe. Tek Efesianët 3:14 ka një shpjegim se si mundet ne ta përjetojmë paqen e Perëndis. Unë po lexoj gjatë, po është vargu I fundit ku ka theksin që dua t'i jap. Efesianët 3:14 thotë, e pastaj do të lexoj deri tek 19. Për këtë arsye, unë po I ul gjunjët e mi përpara Atit Zotit ton Jezus Krisht. Është pali që po flet.
nga i cili merr emër çdo familje në qiej dhe mbi tokë, që t'i jap, sipas pasurisë së lavdisë së vet, të forcoheni në fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu e përbrendshëm. Që Krishti të banojë në zemrat tona me anë të besimit. Ai mund banoj brenda nesh me anë të besimit. Teresa Avilës e quante kështjella e brendshme, këtë të brendshme, kur bota jashtë është furtunë, terror, e kaos, e gjithçka tjetër, besimtari mund gjej paqe në atë dhomën brenda zemrës tij, sepse aty jeton Krishti, ai banon aty. Që të rrënjosur, jo si për me Krishtlindjeve, por të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri, të mund të kuptoni me të gjithë shenjtorët cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia. Dhe ta përjetoni, thot në New Living Version, përkthimin, dashurinë e Krishtit, që te kalon çdo njohuri, që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Vetëm duke e përjetuar dashurinë e Krishtit, që te kalon çdo njohuri, mundet pastaj që të mbushemi me plotësinë e Perëndisë. E vetmja mënyrë për ta kuptuar, e vetmja mënyrë për ta pranuar, për ta jetuar qetësisht paqen e Perëndisë, në gjithë këtë zallamahi që ndodh rrotull nesh, e që do të vazhdoj fatkeqësisht, është ta përjetojmë. Që ta lëmë atë që të banoj brenda nesh. Nëse ai është banor, më besoni, është banor i mirë. Nuk është si këta qiraxhin që ta lënë shtëpinë përmbys kur ndalin. Shumë njerëz mendojnë se paqja shpirtërore do thotë mos kesh probleme. Po vallë nuk smuren të krishterët, vallë nuk përjashtohen nga puna, vallë nuk burgosen, vallë nuk heqin, gjitha ndodhin. Por aq kohë sa ke Krishtin si banor të jetës tënde, zemrës tënde, mund të bësh më mirë.